Draft raporti më i fundit për Kosovën në Parlamentin Evropian u përshkrua në vitin 2025 si një periudhë të humbur për vendin për shkak të krizës politike dhe bllokimit institucional që ka karakterizuar skenën politike gjatë gjithë vitit. Raportuesi për Kosovën, eurodeputati estonez Rio Terras theksoi se tensionet politike dhe mungesa e funksionimit normal të institucioneve kanë penguar avancimin e proceseve të rëndësishme shtetërore. Në dokumentin e tij ai u shpreh gjithashtu keqardhje për dështimin e Kuvendit të Kosovës për të zgjedhur presidentin e ri brenda afatit të përcaktuar nga kushtetuta. Sipas Terras, kjo situatë ka çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. Ai shton se është dieni edhe për dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit, një hap që pritet të hapë rrugë për një proces të rizgjedhor. Megjithatë, raporti vlerëson se Kosova ka arritur disa përparime në fusha të caktuara. Sipas dokumentit, vendi ka bërë hapa pozitiv në reformën zgjedhore, në ruajtjen e stabilitetit ekonomik si dhe në përmirësimin e mbrojtjes së drejtave themelore. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, eurodeputati theksoi se mbeten ende një stër sfidash që kërkojnë angazhim të vazhdueshëm nga institucionet, mes tyre përmenden reforma në sistemin e drejtësisë, forcimin e lirisë së mediave, rritjen e efikasitetit të administratës publike si dhe përparimin e digitalizimit të shërbimeve për qytetarët. Në raport nënvizohet se vazhdimi i reformave dhe një qeverisje më gjithëpërfshirëse janë elemente thelbësore për avancimin e Kosovës në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Se i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Terras thekson se procesi nuk ka dhënë rezultatin e pritshëm deri më tani, duke lënë të hapura një stër çështjesh që kërkojnë angazhim të mëtejshëm diplomatik.